Procesi përpunimit të kosit, i cili ishte vërtet i bukur ta shikoje, por nga ana tjetër kuptoje se çfarë investimi gjigant keni arritur ju sot të bëni. Por jam e bindur që nuk ka qenë kështu fillimi apo jo. Si ka nisur, ndoshta kështu në ato pikat më kryesore, gjithë kjo punë juaja kaq e pafund, le të themi, për masa vërtet shumë të mëdha për të arritur sot në një sukses të tillë? Fillimi ka qenë shumë i vështirë. Mendo para 20 vjetësh, me mjetë rrethanore duhet thënë, me 30 deri në 40 litra qumsht, duke kërkuar tregje dhe hapësira shitje, por durimi, puna e guximshme e fëmijëve të mi dhe vetë unë e familjes time, bëri që kjo punë të ketë sukses dhe vit mas viti të vi gjithmonë duke u fuqisuar. Pra shfal punës që ne kemi bërë. Tash që dinte ai kosti i shëndetshëm që ju e trajtonit në materialin tuaj dhe që ju kërkonit, dini që të kesh një kost të mirë, ashtu si që dhe ju e trajtuat, në radhë të parë duhet të kesh lëndën e parë të mirë. Neve i kushtojmë një rëndësi të veçantë grumullimit të qumshit nga ana e fermerëve. Pra, 20 vjet të shkuara janë një eksperiencë pune. Grumullues tanë të qumshit janë për specialistët të tij. Ai me ta parë qumshin në kovën e qytetarit apo në bidonin që ai e sill pranë pikës së grumullimit, ai më njëherë e njeh në sy. Si punë e mjekut që e shikon sëmurin dhe i përcakton diagnozën. E dallon nga ngjyra, si mendoni ju? Si nga ngjyra, nga aroma që ka ai dhe nga shija. Se mund të provohet kur ka ngjyrën jo të përshtatshme, shijohet dhe futgojë, nëse ai nuk ka dhe shijen e mirë, atëherë ja kthen përsëri fermerit mbrapsht. Pra, duke pasur, domethënë, një garanci të plotë në grumbullimin e qumshit nëpërmjet grumbulluesve, neve sigurojmë kostin që ju e sapat dhe thatë. Pasi kur vjen në fabrikë, aty ai merret nga magazineri. Merret nga magazineri dhe njëkohësisht nga laboratori që laboranti jon, teknologu jon, foli aty në monitor. Ne mbajmë si kostin ideal atë kostin e nostalgjik që kemi në memorien tonë, kujtimet tona, kostin që përgatisim në shtëpi. Sa ngjan kosti i Erzeni me kostin e shtëpive tona dhe ndërkohë ndoshta cilat mund të jenë avantazhet e tij, duke pasur parasysh se si ai prodhohet sot? Kosti i Erzenit është natyral dhe është ashtu siç e thatë ju, domethënë si kosti që përgatisin nënat apo gjyshet tona të shkuara. Pra duke marrë qumshtin e freskët, ai aty i kalohet një procesi të përpunimit që nga filtrimi, i të jaftoja me njerëzve dhe pastaj pasterizimi dhe mbushja e tij. I hiqet një pjesë e yndyrës dhe homogenizohet me qëllim që kosi të marrë ngjyrë formë të një trajçme në god. Kështu që ai rrom vlerat. Ka shumë yndyrë ka kosi i Erzenit? Ai ka 2.8% yndyrë. Domethënë pjesa tjetër e hiqet yndyra sepse ashtu siç e pat, ne trajtojmë dhe nën produktet e tij siç është gjalpi. Edhe duke i kushtuar një rëndësi shumë të madhe agropërpunimit brenda, pra që nga pranimi, pasterizimi dhe përpunimi më teshën deri në ruajtjet nëpër frigorifer, mendojmë që ne kemi arritur sukses dhe është ai kost që ju shijoni sot nëpër tavolinat tuaja. Në ditë juve, cili është prodhimi ditor i fabrikës Erzeni? Prodhimi ditor i fabrikës Erzeni ajo ka një kapacitet prodhues 3 tonësh në orë. Realisht neve sot prodhojmë ose përpunojmë rreth 9 deri në 10 tonë qumsht. Dhe këtë gati gjysmë e tregtojmë qumsht të freskët dhe pjesën tjetër kos, me bidon edhe me goda si që pat ju aty. Pra kjo është sasia e qumshit që neve sot përpunojnë në fabrikën. Kosti ndërkohë nga ana tjetër ne kemi folur shumë shpesh në programin tonë, është një produkt i qumshit i cili ka vërtet vlera shumë të larta ushqimore. Është i pasur me shumë vitamina, minerale, pa diskutim, ka probiotik mbi të gjitha, të cilat proteina gjithashtu, të cilat probiotikët që janë ato bakteret të shëndetshme që i duhen organizmit për të forcuar imunitetin. Por nga ana tjetër, me që thonë nutricionistët dhe dietologët, ai stimulon shumë serotoninën, i cili është një hormon i cili të bën të ndjesh mirë, hormoni i mirëqenies. Ne do të cillim një material që kemi përgatitur, është nutricionistja Ankelida Ferrollari, e cila na flet për vlerat ushqimore të kostit në përgjithësi. Imagjinoni pastaj kur kosti quhet Erzeni. E ndjekim. Nëse dikush do të na ofronte një lugë me organizma të gjalla, pa dyshim që do ta refuzonim. Por ndoshta pa e ditur, miliona njerëz në mbar globin e bëjnë këtë gjë ndërsa shijojnë një lugë me kos. I pasur me proteina, kosi, ky nën produkt i qumshtit që krijohet nga fermentimi i tij, e ka origjinën nga fjala turke jogurt, ndërsa kosi i parë mendohet të jetë fermentuar rastësisht si pasojë e baktereve që ndodheshin në çantat e bëra me lëkurë dhije të blegtorëve të hershëm bullgar, të cilët migruan në Europë gjatë shekullit të dytë para Krishtit.
Më pas, konsumimi i kosit ushtri në mbar botën, duke u konsideruar si një nga produktet më të mira të qumshtit dhe që i nevojitet organizmit të njeriut. Ai është i lehtë për t'u tretur dhe është hidratues shumë i mirë për trupin ton. Kosi është një nga ushqimet më të rëndësishme për njeriu. Hyn ke pjesa e grupi bulmetrave, të cilat duhet të konsumohen për ditë, dhe kosi është nga ndër ata ushqime që duhet të konsumojmë të paktën 2 herë në ditë. Është një burim shumë i mirë proteinash, ka hyn në grupin e proteinave, siç janë gjithë bulmetrat e tjerë, ka kripra minerale, ka vitamina, duke qenë pak kalorik dhe kaq i pasur me vlera ushqyese, është një ushqim shumë i rekomandueshëm edhe në kushtet kurrimit, duke ndjekur dieta hipokalorike apo përrënë nga pesha. Gjithashtu, kosi ndihmon në luftën kundër gripit, ftojes, presionit të lartë të gjakut, si dhe është shumë i këshillueshëm për fëmijët. Element shumë të rëndësishëm të kosit janë edhe bakteret apo mikroorganizmat që ai përmban, të cilat janë fermente të domosdoshme dhe shumë të rëndësishme për organizmin e njeriu. Ka 2 mikroorganizma, 2 baktere të rëndësishme, janë pozitive për organizmin dhe për rregullimin e florës bakteriale. Është parë kohët e fundit që konsumimi i përditshëm i kosit ndikon në forcimin e sistemit imunitar. Pikërisht është si rezultat i këtyre 2 mikrobaktereve që përmban, të cilat rregullojnë florën bakteriale të zorrës, nga të cilat pastaj vjen shëndeti i të gjithë organizmit. Vitet e fundit, specialistët e kozmetikës kanë zbuluar të tjera efekte magjike të kosit. Përbërësit e tij ndikojnë në bukurinë fizike, sidomos tek femrat. Specialistët kanë krijuar maskat apo dhe shampull që përmbajnë kos, të cilat ndihmojnë në rigjenerimin e lëkurës dhe flokëve. Kosi, pra, është një nga produktet më të mrekullueshme që na ka dhuruar natyra.